Kryetari i Partisë Social-Demokrate Tom Doshi akuzoi kryebashkiakun e Shkodrës Benet Beci se po kërcënon qytetarët që nëse nuk votojnë Partinë Socialiste do ju heqën ndihmën sociale. Sipas Doshit, Beci punon për Partinë Demokratike në mënyrë që të shkatërrojë Partinë Socialiste. Benet Beci ban presion njerëzve që janë me nimë sociale, po zë votut përsen, do t'ja u hekin nimën sociale. Një infiltrum i Sali Berisht, pa erdhi me mision me shkatru përsen, sepse në bashkinë e Shkodrës nuk kena asnjë drejtor socialist. Kanë ardhur tanë prej të BD që kanë luftu që Benet Beci mos marrë aty. Beneti është sigël të PS-s, po ban punë të PD-s. Doshi kërkoi votën e shkodranëve që të zgjedhin PSD-n si të vetme forcë politike që i përfaqëson ndenjësisht, deri aty shkonte edhe për socialistët që në këto zgjedhje të votojnë Partinë Social-Demokrate. Pse do ta votojnë? Unë kam 20 vjet që kam qenë edhe në kryt PS-s për Shkodrën, po karakterin tim të fortë nuk mund ta adorojnë këto servilat e PS-s. Të katër që janë listë me unë nuk kanë lidhje me Partinë Socialiste të Shkodrës. Dhe për këtë, unë ju bajtire socialistave të votojnë Partinë Social-Demokrate, të votojnë Tom Doshin, sepse unë jam deputet. Këto deklarata Doshi bëri në një takim elektoral që zhvilloi në lagje Mark Lula të Shkodrës, teksa fushata elektorale po shkon drejt fundit.